Marash, po e nis një herë çfarë do thot nga pikpamja ligjore dhe kushtetuese, sepse kryeministri ka mbajtur disa qëndrime të cilat mund të jenë dhe të interpretueshme, por mund të jenë edhe normale brenda reagimit nga ana e tij si kreu ekzekutivit. Jo, ajo që ndodhi ditën e sotme besoj është veprim i pritshëm për çdo jurist, veçanërisht për juristët që trajtojnë çështje penale, sepse për sa kohë që vetë prokuroria e posaçme kishte vlerësuar që ekziston një rrezik për prishjen e provave, është e qartë se rikthimi i Belinda Ballukut për shkak vendimit të gjykatës kushtetuese vazhdonte që ky rrezik të ishte permanent dhe do duhej që prokurorët e posaçëm të kërkonin marrjen e një mase që të hiqnin mundësinë Belinda Ballukut për të vazhduar, po themi, prishjen e prova, intimidimin e dëshmitarëve apo pengimin, si më thënë, të drejtësisë për të vepruar në këtë çështje. Kështu që në këtë kuptim unë mendoj që është praktika më normale që duhet ndiqte prokuroria e posaçme në vijim të atij vendimi të gjykatës kushtetuese, i cili edhe pse nuk është një vendim përfundimtar, efektivisht në fakt në mënyrë të përkohshme ka rikthyer Belinda Ballukun në detyrë deri në momentin që do ketë një vendim përfundimtar sa i përket kërkesës. Në 22 janar, mos gaboj që do bëhet 22 janar që do jetë shqyrtimi, megjithëse nuk pritet që po me 22 janar ne të kemi një vendim, nuk pritet po ashtu që po me 22 janar ne të kemi edhe sikur ata të arrijnë një vendim, maksimumi do kemi dispozitimin e vendimit, po sa të ketë të zbardhet vendimit, publikohen në fletore zyrtare kështu me radhë, do kalonte një kohë e caktuar, kështu që në kushtet e emergjencës ishte nevojshme që të merrej kjo mas. Pra heqja e imunitetit me qëllim që të autorizohej ose arresti në shtëpi ose arresti në burg, varësisht nga vlerësimi që do ketë prokurori, sepse me sa pash nga kërkesa i ka kërkuar, po themi, autorizim parlamentit për të dyja këto masa dhe më pas do vlerësohet dhe arrest në shtëpi. Me interes mbase mund të jetë, kjo është procedura normale pasaj që të ndiqet nga parlamenti. Pra çfarë ndodh të premten parlament vetëm që ta kuptoj publiku. Për ta kuptuar thjesht, ka një pikë Sonila, deri tani edhe anëtarët e Këshillit Rregullores së Imunitetit dhe Mandateve kanë marrë në fakt vetëm ato 2 dokumenta që u publikuat, askush nga ata nuk ka as relacionin, që është në mënyrë të përmbledhur shkeljet ose si më thënë veprimet e palishme që pretendojnë që ka kryer Belinda Balluku dhe rastet në cilat në episodet në cilat ajo ka qenë e përfshirë, nuk ju është vënë akoma dispozicion as relacioni dhe as prova të bashklidhur, sepse po të shikoni kërkesën që ka ardhur sot në kuvent, ka të shoqëruar me të dhe një urdhër për ruajtjen e sekretit hetimor dhe ndalimin e publikimit të akteve, për shkak besojnë se çështja është në hetim, kjo duhet të qenë edhe arsyetimi, kështu që ditën e premte ju do shikoni që mbledhja për shembull Këshillit për rregullor mandatet e imunitetit, më shumë mundësi do jetë një mbledhje e mbyllur me kërkesë të prokurorëve të posaçëm për shkak të ruajtjes së sekretit hetimor. Pas kësaj mbledhje, vetëm në rast se do kërkoj kohë dhe mund të ndodhë, sepse përgjithsisht avokatët, po themi, e eksponentëve të Partisë Socialiste kanë kërkuar një kohë të caktuar që të përgatisin mbrojtjen e tyre, mund të ndodhë që të ketë edhe një, po themi, mbledhje tjetër pas mbledhjes së ditës së premte, ku pritet që prokurorët e posaçëm të prezantojnë apo të paraqesin për anëtarëve kërkesën që ata kanë bërë provat, relacionin e kështu me radhë. Do ketë mundësi edhe vetë zonja Balluku që të shprehet në qoftë se ajo dëshiron, ose avokatët e saj të shprehen përpara deputetëve lidhur me kërkesën që është bërë, relacionin dhe prova që janë bashkëlidhur saj, dhe besoj unë në çdo rast edhe për efekt, po themi, të disa afateve që ka në 118 i rregullores së kuventit, kjo çështje do shërtohet brenda aktivitit, qoftë në një seancë, po themi, të jashtëzakonshme, pra një sesion të jashtëzakonshëm kuvendit, sepse normalisht ishte parashikuar që seanca e kësaj të hetët ishte seanca e fundit për këtë sesion, por si duket nga rrethanat do duhet që kuvendi të paktën të mbledhet edhe në një seancë tjetër në sesion të jashtëzakonshëm për të dhënë autorizimin për marrjen e masës. Tani ta shohim cila do jetë, po themi, vendimarrja e shumicës socialiste, sa i përket grupit parlamentar të Partisë Demokratike, besoj është e qartë e ditur. Dhe aq nuk jemi të qartë, nuk se ka ndodhur me grupin parlamentar që dhe kur duhet ishim të qartë kanë qenë të paqartë, po le ta shohim incident. Në këtë rast është e qartë e ditur.